Unë nuk e di, po unë e për thëmë që s'po ku dohet, po. E cila është mendimi e ati që po pretendon me konë kryeministër, s'me dhejsh këtë vend, do të me ditën se në fakt asnjë vend nuk zhvillohet pa ekonomi. Unë s'po nuk po arrim me kuptu ato taksa që na paguim. Në shumë vende, njerëz në fund vitit mund të kanë një mirë njohje, pse kanë mbush arkën e shtetit, po, dhe kanë edhe ata, kanë se çështja po mdej është një lloj patriotizmi mbrëmshëm, kur ti shpërblesh me një mirënjohje, me një falënderim, me një diçka, se ne nuk do, po mendoj, nuk kanë apetitet që ne të kemi veç para, po të kemi edhe dinitet në këtë vend, pse i kemi ndërtu, janë kapacitet zhvillimore, flas për ato, nuk po flas për pjesën e errët të gjonave që ndodhin këtë vend, po për pjesën që në fakt, nëse këto shërbime ofrojmë të fabrika, është kënaqësi kur i shet të rinj që po kërkojnë punë edhe ul te makina, i thuaj ja këtu ke kompjuterin, drejtoja, është teknologji të zhvilluar, edhe ai nga rruga, nga kafeneja po kalon në mënyrë aktive. Cili do të jetë stimulimi për këta njerëz që futen. Për shembull, do të ketë një program. Se ta njerëz na po i morëm nga rruga të pabalancuar, parsimum si do. Edhe po i trajnojmë mbrena për mi përgatit ata. Një familje po kthehet nga rruga në diçka të dobishme. Më thonë, kë mund të jenë hapa të vegjël, po që krijojnë për det një perspektivë reale. Nëse po thomi se shteti jonë dikon mund t'i ketë rreth 100.000 njerëz mbrenda sistemit, vet duke marrë edhe këto ndërmarrjet publike. Sheni, sot me zhvillimet e sistemit teknologjisë informative, për shembull, inteligjenca artificiale e të tjera, na jep komoditetin me zvoglu gradualisht këtë rritje enorme të madhe. Kur i përmenda ambasadat, ato kanë kosto. Nëse një ambasador për 5 vite nuk ka sjell një investitor ose nuk ka ndërmjetësu që produktet e tona të janë në zyrën e tina, ti shet, ti pe, ti konsumoj, edhe ti prezentoj para opinioneve tjera. Si do t'jetë ardhmja, si do t'i mbajmë këto na? Janë do me thonë një zinxhir i problematikave që ne se kemi kuptu, pse duke marrë parat nga bota e biznesit, duke fut mrena buxhetit edhe duke i shpërnda ato para në mënyrë jo proporcionale, duke financu konsumin e jo investimet. Do me thonë, është prish balanci. I thellë tregtar ka që ne jemi kolektivisht ekonomi e konsumit. Po unë po menoj struktura buxhetore, ne nuk e kemi komoditetin të sillmi mënyrë me një farë lloj apo rënohet kjo strukturët e kësaj ekonomie që ndërtuar, këtij lloj biznesi, apo rënohet? Unë po menoj që është duke shku nga një ngulfatje. Kam pas kontakte edhe të gjithë njerëz vitin e kaluar nuk kanë qenë gjendje me lëshy obligimet. Për shembull, nëse ne po ju dhom cimentot, ulla, hekur e gjëra që ju vynë ndërtimtari, kanë marrë kredi me lëshy obligime se s'kanë mujt. Me vonesat buxhetore për t'ju pagu atyre, ata përmes me hupën zinxhirin e pagesa dhe autoriteti janë detyruar të marrin kredi. Kredit kanë një kosto kur mirët. Edhe bankat janë në kanë shpërsu kriteret për marrjen e kredive. Se bankat janë ato institucionet e para që e hetojnë që pasiguria po shtohet. A shpërsimi kriteret për marrjen e kredive është indikator? Indikator se i një klime kritike të bërit biznes. Kritike, se ata bëjnë analiza se kanë ekspertë, ata mirën me atë dhe ata e dinë mirë që mund të rrezikohet kapitali i tyre në moskthim, në falimentimin e atyre. Që më thonë, shumë faktor janë që po e bojnë këtë konglomerat të veprimeve. Një në shteti me vonesat në sy
tonë shihet jo stabilitet, do me thonë nuk ka, tashmo nuk kemi edhe autoritete reale në kuptimin mund të quaj provizore. Paqëndrueshmëria politike faktor tjetër thua. Faktor është jo pak i rëndësishëm, por shumë i rëndësishëm. Depozitat në banka, sipas një raportit Bankës Qendrore, zoti Gashi, janë rritur. Depozitat në banka të atyre bizneseve që kishin planifikuar të investonin, por që nuk investuan sepse depozituan parat në banka. Dhe interesi është i bankave me shifra më të rritura. Çka për ekonominë, çfarë treguesi kë? Pikërisht, kjo është lajm i keq. Do me thonë, ne nuk po investojmë parat në zhvillim ekonomik, po investojmë në për t'i ruajtur parat. Për t'i ruajtur. Një biznes me çfarë logjike funksionon? Vetë logjika rujtjes të paras, dhe pse marrin një çmim, është lajm i keq për arsye se parat do të shkojnë në investim, ato po shkojnë në rujtje. Gjithë tërheqja kapitalit në qarkullim për të hapë perspektive dhe investime, neve në ngulfatë. Dhe kjo ngulfatje sot krijon skema të ndryshme që sigurisht në ditë vim do të shohim se ka dhe skema piramidale, shembull në Ferizaj, po më thojnë se është një skemë piramidale. Po për kënë se mi shumu ato para dhe aty në fund aja do të delë që në fakt dikush do t'i hupe dhe mjetët që i ka deponu aty. Po du me arë në një përfundim, se njerëz i kërkojnë këto, i kërkojnë për arsye se nuk shohin perspektivë në investime, se investimet në prodhimtarie dhe në gjona tjera zgjasin 5 vite për kthim, ose 10 vite për kthim. Mirë po, s'po ku kem pritje, se kemi investu dhe po presmi kthimin e investimit edhe një lloj qëndrueshmërie afatgjatë e strukturës tonë ekonomike. E shoh sapo ta shkruaj emrin e zonës Mimoza Kusari, Lila, ministren detyrë tregtisë, del që kudo që shkruan emrin e saj, vendime dhe masa që ka marrë, dalin ato vendime, midis tjera është edhe ato për ndalimin e importit të cimentës. A është kështu vendimi i Ministrisë së Tregtisë? Çfarë po ndodh në këtë fushë? Gjithë kjo në funksion sipas saj të zhvillimit të kapaciteteve vendore të prodhimit. A është kjo qeveri duke, s'po them kujdestaru, po duke u angazhu praktikisht në zhvillimin e sektorëve real të ekonomisë? Çfarë po ndodh në sektorin e cimentës? Kapacitet tonë janë ato që janë. Se je pjesë e branshit dhe kjo eksperiencë të gjatë me. Kapacitetet tona, ato që janë, në Sharcem, ne nuk kemi fabrika tjera, atë që kemi aty. Aja gjysmën e tregu, po as gjysmën nuk e plotson. Ne e kemi Shqipërinë, edhe jemi një këmbë në 2 shtete. Ne po importojmë pej Shqipërisë, jo pej Serbisë. Do me thonë, raportet mes shqiptarëve ekonomike po zhvillojnë saje tonë që ne kemi, dhe ato janë kualitetet dëshmume, do me thonë, të modrave që e kemi majtë këtë balans, janë largu faktor tjerë për mu, jo me diçka me protekcionizëm, po faktikisht me aftësinë tonë për me prezentu në treg kualitetet mira edhe unë kisha pyetën njerëz që merren me këto, për çfarë u ndërtu rruga e kombit? Pyetja është kështu. Ai është investim që do të kthehet. Nëse ne e përdorim rrugën për dalje në det, për importet edhe nga jashtë nëpërmes ose eksportet, edhe të gjithë kapacitetet që janë në hapësirën tonë kombëtare, atëherë ne me një farë aspekti po e ndërtojmë këtë pjesë Ballkanit perspektiven tonë. Nuk janë për por nëse ne kemi produktet tona, pse t'importojmë nga të tjerët? Edhe cilat mosa janë, unë i din 2012 që është përdor një po mendoj lloj ngushtimi të importit për të rritë çmimet e Sharcemit të janë ka manipulime
që të rritet pasi që ne kemi ofër 1 milion tonelata në një treg, edhe është atraktiv për shkak të ndërtimeve, dikush përfitoj nëse e ndal importin atje. E din Mimoza atë problematik, aja e din pse e ka marrë atë mos edhe pse u rënu. Në fund doli që aja ishte jo e drejt, edhe gjykata e ka dhënë mendimet e vetë. Në atë kohë e ka dhënë, dhe ne kemi mbyll atë çështje, edhe pse procedura në gjykata të komerciale po vazhdon për domet që u shkaktun kompanisë tonë nga aja ministri. E keni në gjyq shtetin për ta? Po, e kemi në gjyq. Keni vend qitë në gjyq, po? E kemi në gjyq, se në fakt, deshtëm t'i dim faktor pse u mure. Në atë kohë shteti përkroi shartësemin? Në atë kohë shteti nuk e përkroi, në shërbim të shartësemit, po? E kishte në orbit dikush do interesa më të fuqishme edhe menoj që do të eliminoj importin prej Shqipërisë për të futën për të ngritë çmimin në mënyrë agregate, siç që nëse oferta dhe kërkesa nuk balancohen, atëherë e zvogëlon importin edhe produktet vendore rriten. Këso mosa neve na qesin në një situatë Sot cila është gjendja, zoti Gashi, në këtë sektor? Cila është gjendja sot? Cila përballja jote sot? Momentalisht ne nuk kemi problem, jemi duke importu. Për çfarë mendon shteti të bëjmë ato tje, nuk e di, por ne jemi duke importu në vazhdimsi, edhe ne bëjmë 1/4 e eksport-importit me Shqipërinë, bilancin tregtar. Çka po du me thonë? Dikun rreth 50 milione më tepër ne jemi ata që e ndërtojmë këtë komunikim me produktet. Ju jeni ndërfurnizut kryesor të tregut. Edhe produktet të tona e eksportit, po. Të gjithë inputet që janë atje, duke filluar nga cemento, hekuri, tulla, e gjitha, në njëjtën kohë dhe duke eksportuar disa produkte tona, për shembull bira, pesë, shkon nëpërmes sistemit ton transportit. Është një flotë e madhe e transportit që tash ka bërë përvojë. Të shpërndarjes, po. Kështu u ndërtu një e ardhme, komunikimet që janë bërë me neve dhe andej, e bojnë një fuqi, një njohje për të ardhmen edhe qeveria shqiptare ne, edhe kjo qeveri, spokut, këta nuk po takohen, spokut na lehtësojnë neve komunikimin që sot në kompani tonë nga pjesa e Kukësit e Këndej janë punësuar mbi 20 që janë fuqi punëtore që ata kërkojnë edhe kanë paga dinitetshme këtë, atyre pasi që kanë një po mendoj pagat më të ulta ne edhe këta morin paga Këndej, do më thonë, qarkullimi i mollrave dhe kapital, po mendoj burimeve njerëzore resurset, më një farë aspekt shkon duke u stabilizu, por jo shumë i përkrahur nga instrumentet shtetërore.